të ngjitesh në një podium dhe të flasësh përballë mirë shqiptarëve dhe protestojnë edhe ngrenë zërin për vendin e tyre është një emocion shumë i madh. Besoj që është emocion për gjithë që dalin dhe flasin aty. Ka ditë që thua 2-3 fjali dhe i thua normalisht, ka ditë që të dridhen këmbët kur i thua ato fjalit. Mendon se mos po bëjnë ndonjë gabim, mos po them diçka që nuk duhet, si do interpretohet, gjitha gjërat dhe mendon a thua jam unë personi i dur që të flas këtu. Ditën që jam patur më shumë emocione dhe më shumë siklet në podium ka qenë dita që kam lexuar një deklaratë të PPS, ndërsa një ditë tjetër që besoj që ka qenë ditë emocionuese për mua ka qenë dita kur kam folur për rjollin tim, kam folur si mamaja Glaukut dhe kam folur për plagën që kam unë si mama Glaukut. Edhe pse dale protestoj çdo ditë dhe pse do vazhdoj të protestoj për të mbrojtur të drejtën e tim biri dhe që dash Zotit ke mundësinë të arris tim bir pra në kushrin vetvete dhe gjyqësir vetvete.